Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Është kënaqësi të rishihemi edhe në këtë mbrëmje të sejntes me një panel të zgjedhur. Do të flasim sot për dy tema interesante. Në pjesën e parë do të prezantojmë një nismë qytetare që në fakt pavarësisht se vjen nga qyteti i Korçës, vlen për gjithë shqiptarët. Do ndjekim tani një material, një kronikë të përgatitur nga kolegja e Departamentit të Informacionit Konstanca Koçi e do të rikthehemi për të prezantuar menjëherë të ftuarit. Një grup qytetarësh të Korçës ka ndërmarrë një nismë qytetare në mbrojtje të fëmijëve, të cilët kanë nevojë për trajtim jashtë vendit, në kushtet kur një gjë e tillë nuk ofrohet nga sistemi ynë shëndetësor. Në këtë kuadër është hartuar një projekt ligj për mbështetjen shtetërore të trajtimeve mjekësore të fëmijëve brenda ose jashtë vendit, kur ato nuk ofrohen nga sistemi shëndetësor publik kombëtar, i cili do të depozitohet në Kuvendin e Shqipërisë si një nismë qytetare. Për të bërë të mundur depozitimin e këtij projektligji në Kuvendin e Shqipërisë, kërkohen 20.000 firma zgjedhësish, të cilat do të nisin të mblidhen në qytetin e Korçës, por edhe në qytete të tjera të vendit. Po, dhe jemi rikthyer në studio pikërisht për të folur për një nismë qytetare. Do të prezantoj menjëherë panelin edhe ata që janë nismëtarët e saj, duke marrë shkas nga disa raste të cilat janë bërë publike dhe në media dhe në rrjetet sociale, kur familjet shqiptare kërkojnë ndihmë financiare për fëmijët e tyre të sëmur, për t'i kuruar jashtë shtetit dhe për faktin e thjeshtë se shëndetësia shqiptare nuk e ofron ndihmën për këta fëmijë dhe për diagnozat e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar një flet tip për mbledhjen e firmave për ta çuar në kuvend një projekt ligj i cili ka të bëjë me financimin shtetëror të shërbimeve shëndetësore të specializuara për fëmijët. Më vjen mirë që kjo nismë vjen nga qytetar korçar. Ne do të flasim pikërisht për mënyrën se si ajo ka filluar, si ka lindur kjo ide edhe se cilat janë hapat në fakt që do ta çojnë këtë projekt ligj drejt Kuvendit të Shqipërisë. Kam kënaqësinë të rikthej në Pak nga të gjitha Ardit Konomin, aktivist, por në të njëjtën kohë dhe antar i grupit nismëtar të këtij projekt ligji. Ardit, mirë se u riktheva. Mirë se u gjeta. Për herë të parë, avokate Evis Miço vjen për të folur pikërisht për këtë nismë qytetare, për të na shpjeguar nga ana ligjore se si ajo do të funksionojë. Evis, mirë se erdha. Faleminderit. Rikthej në Pak nga të gjitha Kladi Pllahën, kësaj here në rolin e antarit të grupit nismëtar, natyrisht edhe antar i Këshillit Bashkiak. Kladi, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, faleminderit. Ardit, ne në fakt kemi pasur mundësi që të flasim bashkë edhe jashtë kamerave, edhe përveç se ju kam përgëzuar për këtë nismë qytetare dhe kam kërkuar të bëhem edhe vetë pjesë e atyre 20.000 firmave që do duhen në fakt për këtë projekt ligj për ta çuar në drejt Kuvendit të Shqipërisë, edhe për gjithë qytetarët, si ka lindur idea? Po, natyrisht unë nuk besoj se ka patur ose ka ndonjë shqiptar që nuk është ndeshur nëpërmjet rrjeteve sociale, kryesisht ose hapësirave të tjera të komunikimit publik, mediatik, me raste të cilat janë jo thjesht rënda, janë shqetësuese në kuptimin me çfarë përballin shoqërinë shqiptare, familjet shqiptare, sidomos familjet e reja sot, raste fëmijësh me diagnoza të rënda, në pamundësi për të trajtuar nga sistemi i shëndetit publik, të cilët si rrugë aktuale kanë gjetur shfaqjen e rasteve nëpërmjet fondacionesh të caktuara individësh të cilat e kanë mundësinë për të ngritur fonde, për të përballuar këto raste të tilla dhe për të çuar për kurim në klinika specializuar të cilat Kryesisht jashtë vendit. Kryesisht jashtë vendit, po. Bazuar mbi gjithën këtë dhe sidomos rasti i fundit që gjithë vendet si grup nismëtar na ka dhënë spunton finale ndoshta. Një rast vinte nga Korça. I ndjeshëm, po shumë i ndjeshëm që vinte nga një familje në Korçë. Dhe filluam të eksploroni fillimisht të gjithë databasein tonë ligjor, duke krahasuar njëkohësisht me standardin evropian. Bile çuditërisht për atë që prisin dhe gjetëm që në fakt edhe në një shumicë shtetesh, që mos them të gjitha, të Bashkimit Evropian ligje të tilla ekzistojnë, ndonse parashikohet që ata dhe prezumohet që ata të kenë nivel shumë të lartë të shërbimit shëndetësor, siç duket ekzistojnë disa diagnoza, kondicione të caktuara shëndetësore të cilat gjenden në pamundësi trajtimi në një rast ose në një tjetër. Dhe
duke eksploruar gjithën këtë bazë ligjore, statistikore gjithashtu, ne dolëm në konkluzionin që një ligj i tillë jo thjesht duhet, po është një ligj që nuk është as pak utopik për rastin ton, qoftë buxhetet tona, qoftë për mundësitë e trajtimit. Dhe mbi të gjithën këtë pasaj filluam një diskutim të cilin e zgjeruam hap pas hapi midis nesh, duke ndarë dhe detyrat në atë moment, dikush me pjesë ligjore, dikush statistikore, etj. Dhe arritëm të konkluzion që kemi sot një ligj që unë besoj që është shumë mirë i hartuar, e visi do flas më në detaj për të se kuptohet është e fushës dhe është personi që ka kontributin kryesor bashkë me grupin e ekspertëve ligjorë që mbledhi rreth vetes në hartimin e këtij projekt ligji, po unë besoj që sot ne kemi një propozim ligjor shumë të mirë, të zbatueshëm, as pak utopik, dhe që është një hap i madh sepse nuk zgjidh thjesht një shërbim të munguar, po jep një garanci jetësore për shqiptarët, për familjet e reja, për fëmijët, për të ardhmen tonë. Në fakt, avokate Evis, nga ana ligjore, Arditi tha që ka një bazë ligjore. Pra, flasim për një sëmundje e cila në fakt për arsye nga më të ndryshmet nuk mund të merret përsipër të kurohet nga shëndetësia shqiptare. Çfarë duhet bëjë një familje, çfarë duhet bëjë një prind kur sheh një fëmijë në këto kushte? Pra, a ka një ligj në Shqipëri ku prindi mund të mbështetet për të kërkuar ndihmë? Po, legjislacioni jonë parashikon është ligji për kujdesin shëndetësor, i cili parashikon që ky ligj përmjet mënyrës si është krijuar dhe çfarë parashikon dhe rastin e trajtimeve shëndetësore, jo vetëm për personat që paguajnë kontribut të sigurimeve shëndetësore, por dhe për fëmijët, të cilët edhe këta konsiderohen një target group. Por ligji që ne kemi hartuar ose ky projekt ligj që të shpresojmë të miratohet, nuk bie ndesh me ligjin për kujdesin shëndetësor. Përkundrazi, gjen mbështetje në një nga dispozitat e këtij ligji. Pasi ai parashikon që mund të ketë edhe ligje të posaçme që tregojnë situata të tilla. Dhe në ndryshim nga ligji për kujdesin shëndetësor, ku fondi i kujdesit shëndetësor është ai nga i cili dalin fonde për raste mjekimesh, jo vetëm për fëmijët, por edhe për të rriturit, dhe që patjetër kjo fillon në bazë kërkesave që bëjnë familjarët ose të smurët, drejtuar institucioneve përkatëse për të trajtuar brenda ose jashtë vendit. Projekt ligji që ne kemi hartuar ka një këndvështrim krejt tjetër, sepse nuk ka nevojë, pra mjafton që rasti të shkojë para institucionit shëndetësor, të diagnostikohet, të përcaktohet nëse është një sëmundje që mund të trajtohet ose jo nga sistemi brendshëm shëndetësor, dhe nëse nuk trajtohet, pra ose mund të mos diagnostikohet, ose mund të mos ketë mjete, mundësi, logjistikë, mjekë kështu me radhë, në këtë moment vetë është institucioni ai që ndes mekanizmin dhe fillon menjëherë përgatitjen e dokumentacionit dhe paraqitjen dhe përcjelljen e rastit në ato klinika jashtë vendit, po mund të trajtohet rasti, kuptohet duke u mbështetur financiarisht nga shteti shqiptar. Momentalisht institucionet shëndetësore nuk kanë një bazë ligjore ku të mbështeten për ta përcjellë rastin jashtë Shqipërisë. Jo. E kanë një bazë ligjore nëse duan ta bëjnë një gjë të tillë? Ligji për kujdesin shëndetësor trajton dhe rastet e trajtimit të këtyre të rasteve të ndryshme, jo vetëm të fëmijëve, por dhe të... Por nuk ka të specifikuar moshë. Jo, nuk është thjesht çështje moshe, është procedura. Ne mendojmë që ky ligj e aktivizon vetë sistemin, pra nuk ka nevojë shteti as të shkojë të plotësojë dokumentacion, të drejtohet me kërkesa etj. Ky ligj në momentin që vete rasti dhe ky rast nuk gjen zgjidhje për të trajtuar nga pikpamja shëndetësore brenda sistemit shëndetësor në Republikën e Shqipërisë, automatikisht ka ne në projekt ligj kemi konceptuar krijimin e një komisioni i cili do të marrë në shqyrtim këto raste. Pra vetë institucioni e përcjell rastin te ky komision dhe menjëherë verifikohet në bazë të listës që ka Ministria e Shëndetësisë, listës së sëmundjeve, listës të diagnozave që trajtohen ose që nuk trajtohen, njëkohësisht në bazë të marrëveshjeve dypalçe ose shumëpalçe me shtete të tjera, ka të dhëna në lidhje me klinikat ku ofrohen shërbime të ndryshme, dhe patjetër është një mekanizëm që ndizet vetë. Pra thjesht menjëherë sapo shkon rasti dhe sapo arrihet në konkluzioni që s'mund të trajtohet nga sistemi shëndetësor publik.
Evis, ekziston momentalisht ky komision? Jo, nuk ekziston. Në këtë projekt ligj, ne kemi menduar që ky të krijohet pranë Ministrisë së Shëndetësisë, do të jenë pjesë të këtij komisioni mjek specialist, kryesisht të fushave të ndryshme ose rast pas rasti. Pra ky komision do të jetë, si thua, me pjesëmarrës lëvizës, të themi për sëmundje të ndryshme, sepse mund të linë nevoja në fusha të ndryshme të mjekësisë. Pra nuk do të jetë i përhershëm me të njëjtin grup mjekësh, të themi, sepse në përvarësi të diagnozave. Dhe kuptohet me specialistë të tjerë, të cilët janë ata të cilët do të përcaktojnë nëse rasti kuptohet duke ju referuar dhe nga aukat e gjithë sistemit, nëse trajtohet ose jo, dhe patjetër duke pasur parasysh dhe të dhënat që ka Ministria e Shëndetësisë në lidhje me sëmundshmërinë dhe njëkohësisht me mjekët specialistë që ne kemi, me pajisjet e kështu me radhë, pra mundësinë si thua për kurimin ose trajtimin e rastit, patjetër nëse kjo përjashtohet, pra që nuk mund të realizohet në Republikën e Shqipërisë, automatikisht kjo gjë do të referohet në ato klinika ose në cilat shteti shqiptar ka marrëveshjet e veta. Dhe mund të japim disa detaje të mënyrës se si ju e keni hartuar këtë projekt ligj që është paraqitur, pra për të kuptuar edhe gjithë qytetarët që janë duke na ndjekur. Komisioni ishte një prej elementeve të cilët ju e keni pjesë të projekt ligjit. Të tjera hallka, pra nesër qytetarët të tjerë mund të ndërmarrin nisma të tilla. Cila është rruga që ata duhet të ndjekin? Pra dëshira mund të jetë e madhe për të marrë nisma të tjera. Patjetër. Atëherë, së pari është shumë e rëndësishme të identifikohet nevoja. Në rastin konkret grupi nismëtar, referuar dhe rasteve që paraqitet e ardhitit, rastit fundi që kishim qytetin e Korçës, patjetër identifikohet domosdoshmëria e një ligji ose të një rregullimi ligjor i cili mund të jetë i mangët, mund të mos jetë fare në legjislacionin shqiptar. Në rastin konkret, ne menduam që të bëjmë diçka ndryshe, pra që nuk vjen në kundërshtim me legjislacionin aktual, përkundrazi, është në mbështetje me kushtetutën, është në mbështetje me Konvencion për të drejtat e fëmijës dhe në ligjin e posaçëm që kemi në Shqipëri të miratuar për mbrojtjen e drejtave të fëmijës. Pasi shëndeti dhe jeta, sepse shëndeti që lidhur me jetën të fëmijës janë shumë primare, janë kryesore dhe duhet të jenë edhe për shtetin të tilla. Kështu që e parë në këtë këndvështrim, patjetër që ne kemi futur, pra së pari target grupi që mbulon ky ligj është nga 0 deri 18 vjeç, pra 0 deri 18 vjeç. Kuptohet nuk ka të bëjë dhe nuk ka lidhje me faktin nëse familjet kanë mundësi ose s'kanë mundësi financiare, kjo nuk është pjesë e këtij ligji, në kuptimin që shteti mbulon çdo shpenzim financiar për trajtimin e këtyre fëmijëve në raste kur shërbimi publik shëndetësor nuk e bën dot një gjë të tillë. Kjo mund të bëhet edhe brenda dhe jashtë vendit, që do të thotë, dhe nëse kemi një shërbim privat që ofrohet brenda Republikës së Shqipërisë, por jo publik, por privat, përsëri shteti do të mbulojë shpenzimet edhe pranë këtij institucioni. Pra atje ku ofrohet ky shërbim gjithnjë për të realizuar quhimin e shërimit ose trajtimit dhe kurimit të fëmijëve. Me shpresën që të themi institucionet shtetërore shëndetësore të kenë një marrëveshje edhe me institucionet private, të themi. Patjetër që jo, nuk është çështje marrëveshje, këtu është çështje mbulimi kosto financiare. Pra në momentin që rasti, po gjithsesi nuk duhet ta kenë një marrëveshje këto institucione? Pra nëse një institucion privat shëndetësor në Shqipëri e ofron jo vetëm diagnostikimin, po dhe shërimin e një diagnoze të caktuar, a duhet të kenë institucioni një lloj marrëveshje? Jo, nuk është kurrë, sepse ato janë marrëdhënie institucionet publike janë në varësi në fund-fundit nga institucionet private kanë tjetër, janë në fund-fundit janë aktivitetet private tregtare, të cilat realizojnë fitimet e tyre, patjetër që kanë fokus dhënien e shërbimit shëndetësor në këtë rast, por që kanë një ndryshe nga institucionet publike shëndetësore. Kështu që patjetër në momentin që nuk ka pse të ketë marrëveshje, ka thjesht ato do vinë marrëdhënie kontraktuale sepse do të paguhet shërbimi nga shteti, shërbimi që do të ofrohet nga këto institucione. Kështu që nuk doja diçka tjetër të bëja me dije. Artimi i tekstit të ligjit është shumë e rëndësishme, së pari ne ju referuam patjetër legjislacionit aktual që ekziston, duke u munduar që të kishim një përputhshmëri me legjislacionin, mos vinim në kundërshtim, mos kishim i vendosur dispozitash, më kupton, domethënë me ligjin për kujdesin shëndetësor, sepse ky thash është një ligj i posaçëm që nuk bie ndesh me atë ligj. Ktu dhe tjetra që është e rëndësishme. Ligji për kujdesin shëndetësor parashikon fonde të cilat ata i menaxhojnë sipas rasteve të tyre. Ndërkohë që ne kemi në konceptin e ligjit kemi menduar që ky fond, pra fondi financiar që do të shërbejë për të mbuluar këto rastesh, do të jetë një fond i përcaktuar dhe do të jetë një fond gjithnjëgatshëm.
Pra do të jetë fondi i posaçëm i gatshëm gjithë një menaxhim të këtij komisioni dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Po. Në çdo moment. Jo një fondi që çdo vit buxhetor, ministria duhet ta miratojë. Ta ketë të miratuar. Ta ketë dhe në rast se do ketë raste automatikisht në bazë gjithmonë të vendimarrjes së këtij komisioni, që është shpjeguar në fillim, do të merren do të miratohet rastit dhe do të urdhërohet edhe prekja e këtij fondi për pagesat e shërbimit. Evis, kam një pyetje këtu, pastaj kalojmë tek fazat e tjera. Kur flasim për fonde, duhet kemi gjithmonë parasysh që ministritë gjithmonë kanë fonde të caktuara për situata të ndryshme. Dhe sigurisht ky fond, pra që është parashikuar në këtë projekt ligj, pa diskutim që do të jetë një sasi të përcaktuar. Çfarë do të ndodhë nëse ajo nuk do të jetë e mjaftueshme dhe rastet pra do t'i kalojnë? Ne kemi parashikuar edhe një fond rezerv, pra në qoftë se ministrisë i preket ose i mbaron si themi ky fond i përcaktuar në bazë të rasteve, patjetër ka drejt i drejtojë buxhetit të shtetit dhe të kërkojë miratimin e një fondi rezervë. Pra është një klauzulë e hapur patjetër. E kemi lënë, është e parashikuar në projekt ligj. Kuptohet në mënyrën se si edhe referuar dhe dispozitave të ligjeve të tjera për buxhetin e shtetit e kështu me radhë. Hapi tjetër pastaj? Pra, ky është një element që është parashikuar. Tjetër? Thash, është e rëndësishme që iniciimi nuk vjen nga familjarët, nuk vjen nga personat të prekur të themi nga drejt për drejt. Direkt nga institucione. Pra është institucione që vjen në punë gjithë mekanizmin, këtë ja referon komisionit, komisioni pasi shqyrton këto që tash e kalon për miratim. Dhe në momentin që miratohet, automatikisht çohet për kurim. Këtu kemi parashikuar një nen posaçëm ku gjithë mbështetja financiare përfshin qoftë shpenzimet spitalore, pajisjet, barnat, shpenzimet e transportit për drejt klinikës ku do kurohet, po kështu edhe shpenzimet për një person i cili do të shoqërojë të miturin. Meqense është kujdestari ligjor i tij, kështu me radhë prindi ose Ardit, duke patur parasysh që për fat të keq numri i fëmijëve vitet e fundit të prekur nga sëmundje edhe të rralla, sipas diagnozave, është rritur ndjeshëm. Mendoni që do të ketë një mbështetje? Statistikisht nuk ka rritje ndjeshme. Ndoshta informacioni është rritur, dhe tani përballemi më shpesh në rrjetet sociale në gjitha këto hapësirat e komunikimit për cilat folëm para. Me këto raste, po statistikisht ne qëndrojmë pak a shumë të njëjtat parametra me rritje të vogël. Sot llogaritën midis minimumit tek 30 raste dhe i maksimumit tek 55 në vit? Pak a shumë në vit. Në vit? Po, diagnoza është të pa trajtueshme. Kjo përjashton në pjesën e aksidenteve. Rrëzime, sufokime, mbytje, aksidente automobilistike etj. Se kjo është një pjesë që krejtësisht jashtë parashikimit, pastaj shumë spontane, varet nga rrethanat. Por numri ka qëndruar pak a shumë tek këto parametra. Bazuar tek kostot e trajtimit, bazuar tek eksperienca ndërkombëtare, bazuar tek standardet e shërbimit spitalor në vende të tjera të cilat ne kemi marrë bazën, qoftë statistikore, qoftë logjike, qoftë ligjore, në mënyrë si funksionojnë. Ne parashikojmë që trajtimi i këtyre rasteve është krejtësisht i mundshëm. Është patjetër që ka efekte në buxhetin e shtetit, por nuk janë efekte të papërballueshme, përkundrazi janë efekte lehtësisht do thoja unë të përballueshme. Dhe fakti që ky ligj, siç e përmendi që e visim përpara, jep mundësi që diagnozat të tilla mund trajtohen edhe brenda vendit në rast se shërbimi gjendet brenda vendit. Mundet, e parë një këndvështrim tjetër pastaj çik më praktik, që të krijojë kushtet që gradualisht shërbimet të tilla të vinë në Shqipëri duke patur një treg të tillë dhe të mundemi ta rritim tregun në kuptimin e shërbimit. Spitalet, shërbimet të kërkuara. Ka disa klinika me sa di unë, me sa jam interesuar se del ndoshta çik jashtë i fokusit qendror të diskutimit, po mbase mendoj që vlen të thuhet. Në kryesisht në Itali që marrin përsipër raste të tilla. Unë di që prej vitesh kanë shprehur interes për të hapur klinikat e tyre deg filiale në vende të tjera. Ndoshta mbulimi nga shteti i kësaj mundësie jep mundësinë për i këtij trajtimi, jep mundësinë të klinikave mundësinë logjike funksionale financiare. Pra kemi modele edhe në shtetet fqinje të krijojnë filialet e tyre këtu, ndërkohë që e mira është ul shumë kosto
në kuptimin e buxhetit të alokuar çdo vit nga shteti. Kosta e transportit ad hoc, për shembull, që bëhet me avion dedikuar tip chartesh, avion spitalor, është shumë e lartë. Shkon lëviz midis 30-40.000 eurosh për rast. Është një kosto që mund t'i ulet gradualisht buxheti etj. Kjo është një fazë që do vi më vonë, besoj unë, dhe do ta sjell vetë tregu këtë pjesë. Kryesora është shërbimi të ofrohet. Ky ligj detyron shtetin që të ofrojë shërbimin. Mandej tregu e zgjidh vetë shumë elementin. Kuptoj. Kledi, kam dy pyetje. E para njerë, unë e kuptoj që gjithë jemi, kur bëhet fjalë për fëmijët, duke qenë vetë në pozicion, në statusin e prindit, jemi gjithë sensitiv. Pse ju bashkove kësaj nisma? Po, si që përmendet Arditi, nisma filloi nga një rast konkret që patëm në qytetin tonë. Dhe kjo na preku të gjithë, sigurisht. Dhe kuptuam nevojën për të patur një mekanizëm që funksionon vazhdimisht, jo një mënyrë për të zgjidhur një hall të vogël personale, si thua, ose një rast fatkeq të një familje, po të jetë një mekanizëm që mbron të gjithë qytetarët shqiptar. Unë faktikisht, në momentin që kam marrë vesh që familja po mblidhte fonde, kam bërë një kërkesë tek Këshilli Bashkiak dhe tek Bashkia për të mundësuar një mbështetje financiare për të rast, për kurimin jashtë vendi. Përgjigjja që mu dha ishte që është jashtë kompetencave të bashkisë. Atëre, këtu dua të ndalem dhe kjo ishte pyetja ime e dytë. Vetëm pak ditë më parë, ne kemi dhënë një informacion, më saktë një nga kolegët e Departamentit të Informacionit ka përcjell tek ne përmes kronikës që Këshilli Bashkiak i Maliqit ka miratuar një fond për një djalë 18 vjeçar që vuante për shkak të disa operacioneve që kishte bërë, i nevojitej ndihma e shtetit dhe është miratuar një fond në Këshillin Bashkiak të Maliqit në ndihmë të sëmurit që ishte 18 vjeç. Vuante nga një sëmundje e rëndë. Dhe doja të pyesja, a ka kompetencë Këshilli Bashkiak për fonde të tilla, pra për të ardhur në ndihmë pikërisht kësaj grupmoshe? Së pari dua të përgëzoj kolegët e Këshillit Bashkiak të Maliqit që kanë miratuar një gjë të tillë. Unë nuk mund ta them me garancinë nëse është apo jo kompetencë. Nuk besoj se është ndaluar me ligj që të financojë një individ në raste të kësaj natyre. Mund të mos jetë detyrë funksionale Këshillit Bashkiak apo e bashkisë mbulesa e këtij shërbimi, por në mendimin tim personal, duke mos qenë dhe jurist, mendoj që e drejta e jetës prevalon mbi çdo gjë. Pra mbi kompetencat e Këshillit Bashkiak, ngadonjëherë edhe mbi ligjin, sepse flasim për një të drejtë themelore. Kështu që duhet gjetur patjetër një mundësi për mbështetje. Në të rast, bravo Këshillit Bashkiak që gjet në krah, në rast tjetër shumë bravo gjithë ata njerëz që kanë kontribuar financiarisht për të mbështetur raste të tjera, por ajo që ne po mundojmë të bëjmë është një mekanizëm shtetëror që mbulon të gjitha rastet. Ligjor që është që ju gjendet pa patur nevojë prindi të mendojë ku të gjejun tani lekët për të shpëtuar fëmijën tim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që në momente që një familje përballet me një problem kaq të madh, që duhet të mendoj për shëndetin e fëmijëve, të mos rritë të mendoj edhe për hallin e lekëve për të mbuluar shpenzimet. Dhe mua më lejo të shtoj diçka, sepse kemi qenë në këtë studio para rreth një viti bashkë dhe kemi folur në mënyrë teorike për gjithë format të angazhimit qytetar në vendimarrje, për peticione të mbase referendume dhe kjo që po ndodh sot pas një viti është mbase një nga format më të larta të angazhimit qytetar në vendimarrje. Pra ku gjithë qytetarët po bëhen ligjbërës dhe po paraqesin të përfaqësuesve të vetë në parlament atë që kanë nevojë. Pra një ligj për cilin gjithë qytetarët mendojnë që është i nevojshëm, është i dobishëm dhe do të gjendet përkrahur. Kështu që besoj, jam i bindur që gjithë anëtarët e parlamentit, gjithë deputetët tanë do jenë pro këtij ligji dhe do ta miratojnë kur ai të paraqetet në parlament. Megjithatë, Klajdi, e vërteta është që kur miratohet buxheti, gjithmonë është një periudhë e caktuar kur diskutohet dhe miratohet buxheti dhe ndahen ato fondet, në fakt në Këshillin Bashkiak asnjëherë nuk është parashikuar një fond i tillë. Pra, asnjëherë nuk është lënë një hapësirë, një mundësi e tillë. Nuk është diskutuar. Po, për raste shëndetësore jo. Por ama ne kemi pasur disa raste kur familje për shembull që janë ndigur shtëpitë për shkak të incidenteve janë mbështetur financiarisht. Atëherë derisa një familje mund të mbështetet financiarisht për rindërtimin e një shtëpie digur, sigurisht mund të mbështetet edhe për shërimin, kurimin e fëmijës së vet. Aq më tepër që bëhet fjalë për fëmijë që
ne duhet të kujdesemi për të ardhmen tonë bashkë. E parashikuar diku nuk është e shkruar. Po nuk besoj se është as e ndaluar. As e ndaluar. Gjithsesi Këshilli Bashkiak duhet ta ketë një fond të rezervë, siç përmendë rastin e ndihmës që vjen familjeve për shkaqe të ndryshme. Mund të jenë tërmete, mund të jenë zjarre, pra mbase kur të miratohet buxheti i ardhshëm, duhet miratuar ky projekt ligj, kështu që nuk do jetë me nevoja në Këshill Bashkiak për një fond të tillë. Shpresojmë vërtet që të ndodh. Dhe ishim duke folur bashkë me Evisin pikërisht për hapat që duhet ndjekim. Deri tani jemi tek hartimi i tekstit. Pra kemi, le të themi, është hartuar teksti. Në këto hapa për hartimin e një projekt ligji, a përfshihet konsultimi publik? Patjetër. Ne në fakt pjesë e këtij hartimit ligjit kanë qenë një grup juristësh, të cilët kanë dhënë kontributin e tyre dhe gjej rastin që t'i falenderoj. Mund të jap disa emra: juristi Ildi Thodor, avokati Ol Simonosopi, mjekja Flaura Jani, e cila me ekspertizën e saj na ka ndihmuar për aspekte të ndryshme të ligjit edhe të mënyrës se si funksionon sistemi. Edhe shumë të tjerë, sepse kjo është një proces që do edhe kohë dhe edhe shumë mendje, në kuptimin nuk mund të hartohet nga një ose dy veta. Dua të them që hartimi i ligjit duhet jetë, domethënë jemi munduar që ligji të jetë i qartë, të ketë një tekst të qartë, të mos lërë vend për keq interpretime, të jetë patjetër i mbështetur në legjislacionin aktual, edhe në atë ndërkombëtar që është ratifikuar, siç është Konventa për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve. Mbështetet në disa parime shumë të rëndësishme, që është parimi i interesit më të lartë, i mbrojtjes interesit më të lartë të fëmijës. Parimi i proporcionalitetit, i cili është prapë shumë i rëndësishëm për të dhe është kusht, si thua, në shumë ligje të posaçme. Është e rëndësishme tjetër, pra thash, ky grup pune i cili mori pjesë në pas hartimit të ligjit. Thash, ligji, edhe pse duket që ka përfunduar, projekt ligjit themi, përsëri ne jemi duke e riparë në nenet caktuara, sepse vim gjithë një situata ose mundohemi të parashikojmë sa më shumë, sepse ligji këtë duhet bëj. Duhet të parashikoj sa më shumë në mënyrë që të jetë gjithë përfshirës dhe të mos ketë dhe hapësira të cilat mund të jenë të kundërshtueshme, qoftë sepse më pas, pra si ligji pasi të votohet, të thuash nga 20.000 zgjedhës, sepse në një farë mënyrë do kaloj në procesin që KQZ-ja pas miratoi, si thua, formularët dhe këto do të shpërndahen dhe do të firmosen. Gjitha firmëtar, pra 20.000 shtetasit do të ushtrojnë këtë të drejtën legjislative, themi, ose iniciativën legjislative. Dhe ky proces është shumë i rëndësishëm. Rëndësishëm është të kuptojnë për çfarë do të firmosin. Do të firmosin pikërisht që ky projekt ligj të shkojë në parlament. Pa këto 20.000 firma, ky ligj nuk shkon dot në parlament. A ka një afat kohor se kur duhet ndodhë? Afati është 3 muaj. 3 muaj që nga momenti që KQZ-ja 20.000 qytetar duhet të firmosin një flet të miratuar nga KQZ-ja, ku është gjeneralitetet e personit, pra emri mbi emri, atësia, datëlindja, do ta shpjegoni vetë. Do ta shpjegojmë pak momente më vonë. E rëndësishme është të kuptojmë që kemi një afat kohor, pra nuk kemi kohë pafund. Është miratuar, pra si thua, në një farë mënyrë hapi i parë ka kaluar në Komisionin Qendror Zgjedhor. Janë miratuar këto flet, të cilat në fakt do t'i shpjegojmë pak më vonë me detaje se si do të plotësohet. Dhe pasi të merren këto 20.000 firma, çfarë do të ndodhë? Të gjitha këto do të shkojnë, do t'i drejtohesh kuvendit, pra çohet ligji në kuvend së bashku me këto pasi miratohen, besoj, shikojnë ose verifikohen dhe nga KQZ-ja përsëri. Nuk kalon ky projekt ligj në komision? Patjetër do kalojnë në komision. Kur themi në kuvendi është institucioni bazë, në komisionet ligjeve dhe në komisionin e shëndetësisë, besoj duhet kalojnë në këto dy komisione. Ku patjetër do të shikohet edhe në komisionin financave se lidhet me buxhetin patjetër. Pra, ato do të marrin kohën e tyre, sa kohë duhet komisioneve kryesisht për ta parë këtë projekt ligj? Kanë afatet e tyre ligjore sipas rregullores kuvendit, patjetër që kanë afate, sepse ligjet kalojnë kanë procedurat e tyre. Nëse ato nuk e shohin të arsyeshme, ajo nuk kalon në kuvend? Apo është detyrimi i tyre për ta çuar? Ata mund të bëjnë oponenca, mund të bëjnë oponencat e tyre. Mund të ketë edhe një moment që mund të ketë rishikime, mund të ketë ndryshime kështu me radhë, dhe patjetër pastaj do të shkojë për miratim në kuvend dhe do të votohet në seancë plenare. Ardit, në momentin që komisionet parlamentare mblidhen, pra flasim mund të duhet që ky projekt ligj të kalojë në Komisionin e Shëndetësisë, në Komisionin e Financave e kështu me radhë, a mund të kërkohet prezenca juaj pra atyre që e kanë hartuar këtë projekt ligj që janë nismëtar? Patjetër, detyrimisht.
detyrimisht pala mbrojtëse propozuese dhe pala mbrojtëse njëkohësisht që bën argumentimin në ligj shoqëror me relacion ligjor, i cili bën argumentimin ligjor dhe funksional pse duhet e tjera, si mund mbështetet gjithçka. Është e përfshirë aty brenda. Argumentimi pak fjalë. Argumentimin e bën eksaktësisht ky grup. Njësia e shkruar nga ne kemi caktuar përfaqësues ligjor brenda grupit ton nismëtar. Klajdi? Apo ende nuk e keni përcaktuar? Arditi në fakt. Dhe besoj e visi patjetër sepse përfaqësues ligjor është një emër. Është një emër i caktuar për ndjekur marrëdhënie dhe për ndjekur gjithë komunikim. Mandej ne patjetër do shkojmë me një grup të konsoliduar, ekspertize, për mbrojtje çdo element të tij. Natyrisht që projekt ligji kalon përpara komisionit parlamentare. Unë besoj që do të jenë të prekura nga ky projekt ligj, shëndetësia domosdoshmërisht. Komisioni i ligjit dhe Komisioni i Financave, duke qenë që ligji ka efekte në buxhet të shtetit. Mandej ligji ndoshta me ndryshime përpunime nëse gjenden me vend, nëse propozime ekspertësh, propozime deputetësh, me radhë siç ndodh në komisione mund të ketë ndonjë ndryshim të vogël. Unë faktikisht besoj që nuk do të ketë asnjë ndryshim. Unë nga eksperienca ime deri tani jam i bindur që është nga ligjet më të mira që kam parë deri më sot. Është aq i kompletuar, besoj sa nuk le vend as për të plotësuar me akte ligjore. Dhe bile puna e gjithë ne visit kryesisht me grupin e saj ka qenë eksaktësisht që ne të mos lidhim hapësira për të patur nevojë për akte ligjore. Për të shtuar element hallkave zinxhirit, për ta bërë sa më të thjeshtë, sa më të zbatueshëm dhe sa më të kuptueshëm në kuptimin që shteti ka detyrimin për të mbuluar këto lloj kostosh për shërbimin që duhet të ofrojë. Mandej, siç e visi e përmendi, shkon në seancë plenare ku edhe votohet. E kuptoj. Kleti, ka filluar puna për shpërndarjen e formularëve? Kemi filluar, po. Mbase ka qenë një javë që kemi nisur mbledhjen e firmave, jemi diku. Ka pasur reagim nga qytetarët? Po, patjetër, gjithë janë të gatshëm të firmosin, janë shumë mbështetës dhe shumë po na përgëzojnë për të nismë. Ne për momentin jemi fokusuar në Korçë, kemi gjatë një jave kemi mbledhur rreth 1000 firma, po akoma se kemi nisur, le themi, fushatën e mbledhjeve të firmave në terren. Do jemi shumë shpejt duke përcaktuar vendet ku janë mbledhjet e firmave, duke dalë edhe në qytete të tjera jashtë Korçë. Po, këtë doja të pyesja. Pra, vërtet nisma ka ardhur nga qyteti i Korçës, po besoj do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Për sa kohë që ligji zbatohet në gjithë Shqipërinë, ka vlerë që të mbështetet edhe nga gjithë Shqipëria. Nga gjithë Shqipëria. Duhen 20.000 firma. Mua, në fakt, si qytetare, në momentin e parë kur e kam dëgjuar, kam thënë, po, nuk është ndonjë problem, 20.000. Në fakt, është shumë 20.000? Do të jetë votues, votues. Pra shtetas votues. A pra duhet jenë zgjedhjes? Mbi 18 vjet. Pra, ta kuptuara, pra duhet jenë mbi 18 vjeç. Për gjithë ata që duan ta plotsojnë. Unë uroj vërtet që 20.000 qytetarë të vrapojnë për ta firmosur. Sot dua ere parë që marrë kartën e identitetit në emision, edhe dua sot që ta firmos këtë formular si qytetare, duke i përgëzuar iniciatorët që i falenderoj shumë që u bën pjesë dhe i krijuan mundësi të gjithë qytetarëve, të gjithë teleshikuesve për të kuptuar se si është hartuar edhe se si do të vijojë ky projekt ligj, pra hapat që do të ndiqen, por natyrisht kërkohet mbështetja e të gjithë qytetarëve, 20.000 qytetarëve, do të plotsoj këtë formular, jo vetëm si qytetare, po edhe si nëna e 2 fëmijëve të mi. Uroj në fakt që asnjë prind të mos kalojë në situata të tilla, që do duhet të trokas për të kërkuar ndihmë financiare për shëndetin e fëmijëve, por ne duhet bëjmë detyrën tonë si qytetar. Dhe unë do ta bëj këtë gjë tani për të treguar gjithë qytetarëve se kjo është një domosdoshmëri për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve tanë. Kërkon vetëm 2 deri 3 minuta punë për të plotësuar, duke patur me vete gjithmonë kartën e identitetit për plotësuar dhënat tuaja. Unë uroj vërtet që të realizohen 20.000 qytetarë për të mbushur këto formular që besoj do të vinë në ndihmë për realizimin e këtij projekt ligji, pa diskutim. Të shpresojmë që do të kemi dhe do të bëhem bashkë 20.000 qytetarë, jo vetëm nga qarku i Korçës, por nga gjithë Shqipëria, dhe do të keni mundësi që këtë projekt ligj ta çoni në komisione
me dëshirën e mirë dhe besoj me shpresën që do të miratohet dhe në kuvend. Gjithmonë qytetarët, prindrit ankohen për zvaritje të procedurave. Të shpresojmë që ky ligj do të miratohet, do të vihet në funksion. Sa kohë duhet një prindi për të marrë ndihmën financiare? Atëherë në projekt ligj ne kemi përcaktuar afate shumë të shkurtra, kohore, sepse kuptohet në rast sëmundjesh dhe situata shëndetësore të papritura nuk mund të pritet gjatë ose të nështrohet procedurave burokratike në institucione ose plotësimi i dokumentacionit. Kështu që në një nga nenet e projekt ligjit ne kemi parashikuar që institucioni publik i kujdesit shëndetësor i cili ka trajtuar rastin dhe që ka arritur në përfundimin që ky nuk mund të trajtohet, pra është në pamundësi për të trajtuar, brenda 24 orëve nga ky moment ja drejton këtij komisioni që ne thamë që është pranë Ministrisë të Shëndetësisë. Dhe ky komision menjëherë do të shqyrtojë këtë kërkesë dhe do marrë vendim brenda 3 ditëve kalendarike nga referimi i rastit dhe brenda 40 orëve për rastet urgjente. Sa mund të ketë raste që mund të presin, mund të ketë raste që janë shumë urgjente. Pra është një kohë shumë e shkurtër që ky komision duhet veprojë në mënyrë shumë të shpejtë. Dhe merret ky vendimi komunikohet, kuptohet familjes ose përfaqësuesit ligjor dhe organit të caktuar për zbatim. Se kemi dhe një njësi përgjegjëse, një organ zbatues i cili vendimin e këtij komisioni që do ta trajtojë rastin diku në klinikë jashtë e tjera, direkt është ky organ i cili vjen në lëvizje për të bërë gjithë to facilitete të themi që nga mënyra mjetet e transportit, çdo gjë, komunikimin me klinikën pritse e kështu me radhë. Pra, është një mekanizëm i cili ne mendojmë që e kemi menduar siç duhet. Gjithsesi do ta tregoj që do të funksionojë siç duhet pa burokracirat edhe pa patjetër dhe në raste kur ka rrezik jete, procedura është më e përshpejtuar ende dhe ky komision është i detyruar që të vijojë dhe të funksionojë shumë shpejt pa pritur edhe këto afate që unë citova. Të shpresojmë që nuk do të kemi raste të tilla, po nëse do të ketë gjithçka është e hartuar më së miri në këtë projekt ligj. Klajti, unë jam e bindur që pasi kjo emision të transmetohet do të ketë reagim nga qytetarët. Për këtë nuk e di, po jam e bindur. Ku mund t'ju gjejnë ata për të plotësuar këto formular? Ne shumë shpejt do dalim në gjithë zonat e qytetit me stendat tona për të mbledhur firma, pa do jemi në basen pedonale, në pazar, kudo që ka lëvizje njerëzish. Për momentin mund të na gjejnë mbase tek kancelaria përballë tek zyra e Visit, tek zyra e Qendrës Smit, tek kancelaria përballë me gjykatën e apelit, tek lokali back to base, pra jemi në disa vende ku antarë nismëtarë janë vazhdimisht atje dhe po mbledhin firma. Po siç e thash, do bëjmë lajmërime për të treguar qytetarëve se ku do ndodhemi për të ardhur për të firmosur. Po, nëse qytetarët do duan të marrin një formular për ta çuar në një institucion ku punojnë, në familjen e tyre, a mundet ju sigurohet, pra mund t'ju jepni? Patjetër. Po. Mirë, për gjithë ata që duan t'i bashkohen kësaj nisme, pa diskutim mund të kontaktojnë me Arditin, me Evisin, me Klajdin, për gjithë ata që besojnë se ky projekt ligj shumë shpejt do të shkojë në vendin e duhur e pa diskutim aty ku duhet, në kuvend për të miratuar e për të mbrojtur shëndetin e fëmijëve tanë në momente të vështira për familjet shqiptare, raste të cilat ne për fat të keq muajt e fundit, vitet e fundit i kemi parë shpesh në media po dhe në rrjetet sociale. Ju përgëzoj shumë, ju falenderoj që gjetët kohën për të shpjeguar për të gjithë qytetarët si ka filluar kjo ide, kjo nismë qytetare, që shpresoj që do të çohet deri në fund, të finalizohet me sukses, dhe sigurisht të gjitha hapat që janë ndjekur për të kuptuar që nuk është një nismë kalimtare, por është një nismë shumë serioze, e cila është filluar me ekspert dhe pa diskutim do të kërkoj edhe miratimin e kuvendit, duke patur parasysh që është një projekt ligj, besoj e vis të shpresoj. I formuluar sakt dhe i hartuar sakt. Ju uroj gjithë shumë sukses e faleminderit. Faleminderit. Mirë, ne do të kalojmë në pjesën e dytë. Arditi do të vazhdojë të qëndrojë me ne, do të flasim për një nismë tjetër qytetare që në fakt ndryshe nga kjo që sapo folëm, ajo vjen për të 4 vit radhazi. Do të ndjekim një material sërish përgatitur nga kolegja Konstanca Koçi e do të rikthehemi me të tjerë të ftuar.
Ka nisur puna për pyllëzimin e kodrave të qytetit të Korçës përmes një nisme qytetare, me anë të së cilës janë siguruar një sasi fidanësh, të cilët janë duke u mbjellë për të rikrijuar pyllin dhe një korridor të gjelbër. Me synim rikthimin e parkut të kodrave që funksionon si një mushkëri e gjelbër e qytetit, jashtëzakonisht e rëndësishme për pastrimin e ajrit dhe smogut që shkaktohet në dimër nga djegja e druve të zjarit. Qytetarët janë të ftuar të marrin pjesë në këtë nismë, që do të vijojë përgjatë gjithë javës. Ata mund të kontribuojnë me fidan ose me mbjelljen e tyre. Pyllëzimi i kodrave të qytetit Korçës është mjaft me vlerë në ndihmë të mjedisit dhe ekosistemeve të vlefshme të zonës, duke shërbyer edhe si një mbrojtëse e qytetit prej errave të Moravës, të cilat janë shndëruar në problem frekuent gjatë dimrit, që pas dëmtimeve masive të brezave pyjor gjatë viteve 90. Kemi kaluar tani në pjesën e dytë të Pak nga të gjitha, ashtu si kurse u njohët edhe nga kronika e përgatitur nga kolegët e Departamentit të Informacionit, vazhdon për të katërtim vit radhazi një nismë qytetare që në fakt në fokus ka pyllëzimin e pjesëve të zhveshura të qytetit me mbjelljen e fidanëve. Ardit Konomi është sërisht me ne, po kësaj here me dy mbështetës të tjerë në këtë nismë. Kam kënaqësinë t'i prezantoj dhe është kënaqësi e dyfisht në fakt kur ajo është një qytetare italiane, Eugenia Giordano. Mirë se erdha. Kënaqësi për ftesën. Megjithëse i përket arsimit. Faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që jepni një kontribut jo vetëm në arsim, po tani edhe si qytetare. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësi që kam për herë të parë Klevis Qavzezin, ai ishte administrator, po është edhe një qytetar vullnetar që ishtë bashkuar kësaj nisme, do të flas vetë arsyeem se ishtë bashkuar dhe si po jep kontributin e tij. Mirë se erdhe Klevis. Mirë se u gjetëm. Faleminderit shumë, kënaqësi dhe ime. Ardit, për të katërtim vit radhazi ke mundur të bësh bashkë qytetar, madje jo vetëm brenda Korçës, Shqipërisë, po e ke kaluar edhe kufit. Si shkon kjo nismë tani për të katërtim vit radhazi, ka dhënë rezultate? Së pari nuk ka mundur të bashku, ne jemi bërë bashkë, ne kemi gjetur njëri tjetrin në këtë pjesë, ndajmë të njëjtat interesat, të njëjtat dëshirat, të njëjtat ambicie dhe të njëjtat mënyrë si shikojmë Korçën nesër. Teve si e mban mend ti atë zonë? Kujtesa kur kthehet në vite pas të bën të kesh një keqardhje për gjendjen e sotme që është atë pjesë të atyre kodrave ne kemi shkelur me pëllam, si të thuash, në ato festat që dhe ju përmendet pak më përpara, dhe më kulminantja ka qenë festa e 1 majit, kur familjet tona vuanin për të gjetur një sipërfaqe të vogël ku të shtronin atë shtrojën e tyre dhe për të konsumuar atë ushqimin tradicional që të vetë festës. Po, të vetë festës. Dhe në qoftë se sot me sy të lirë ajo nuk duket, një pjesë e mire e kodrave që kanë qenë të pyllëzuara dhe që u prenë në atë lloj mënyre, mbase nuk e di, njerëzit u shtyn nga nevoja, por nuk është se ju doli diçka produktive, sepse dhe druri veti i akasjes që ata prenë nuk është se ishte kaq produktiv sepse u përdor më shumë për dru zjarri, gjë e cila që nuk është produktiv si dru për të arritur atë ngrohjen e duhur. Tani duhet kuptojmë që padia ndonjëherë po, kjo padia shkaktoi një dëm shumë të madh. Disa vjeçar që ne sot po rikthehemi, ajo to ka filluar të rrshkas. Nëse do kalojmë në një pjesë të mirë të kodrës nga mbrapa, ajo ka filluar të çedoj. Vet fakti është, domethënë është diçka që duket me sy të lirë. Mungesa e bimëve, e bimësisë. E bimësisë dhe e lënë pas dore për një vit, për një periudhë kaq shumë të gjatë. Gjë e cila për mendimin tim nuk duhet të ish lënë kaq gjatë. Sepse pasojat të urojmë të mos jenë ato që vetë koha sjell me këtë mungesë të bimësisë të asaj zone. Atëherë, kësaj nisme qytetare janë bashkuar edhe qytetarë të tjerë të cilët jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, dhe një prej tyre është edhe zonja Pandika Pleqi. Ajo jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kemi tani në një lidhje të drejtë për të folur pikërisht për këtë nismë dhe për arsyet pse ajo i është bashkuar në fakt. Përshëndetje, zonja Pandika.
Mirë se erdhe në ekranin e Radio Televizionit Korçës. Mirë dita, faleminderit për ftesën. Mirë mbrëma nga Korça, mirë dita nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë mëngjes këtu akoma. Faleminderit që pranove ftesën. Tani, për gjithë ata që nuk e njohin, ju jeni nga qyteti i Korçës. Nga qyteti i Korçës. Prej sa vitesh jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Mbi 30 vjet, kam lëvizur këtu bashkë me burrin tim në 95-ën, 1995. Je larguar nga Shqipëria në vitin 1995. Aktualisht jeton? Aktualisht jetoj në Maine, Shtetet e Bashkuara, Portland, Maine. Shteti Maine-it është shteti më veri lindor i Amerikës. Si e bashkuar kësaj nisme? Vazhdon të qëndrosh në korrent të gjithçkaje që ndodh në qytetin e Korçës? Po, gjatë gjithë jetës time edhe kur isha në Shqipëri edhe në pjesën time studentore që kam kaluar në Tiranë, lidhja ime me Korçën ka qenë gjithmonë e fortë dhe vitale. Dhe largimi nga Shqipëria nuk e bëri atë nuk e dobësoj, përkundrazi mund të them e forcoj më shumë. Kështu nuk ka ndonjë arsye shumë të madhe filozofike për mua që të bashkohem çdo lloj nisme që ka të bëjë me mirëmbajtjen dhe zhvillimin e qytetit. Thjesht, për mua është thjesht qenë korçare dhe lidhja shpirtërore që kam me qytetin. Zonja Pandika, iniciatorët në fakt që realisht është viti 4 që vazhdon kjo nismë, është pikërisht pyllëzimi i zonave të cilat deri diku janë zhveshur në qytet. Si e mban mend ti Korçën kur je larguar në vitin 1995? Ajo zonë ka qenë uzuar, unë mbaj mend kohët që kalonim aty me shoqërinë, kur ishim student në shkollat, që në shkollën 8 vjeçare, Stavri Themeli dhe Raqi Qirinxhi shkolla e mesme, ne kemi kaluar shumë kohë të lirë në kodrat e qytetit dhe gjithë festimet familjare, pikniket që ndodhnin, festimit tradicional i 1 maj, që ka qenë një traditë e bukur në atë kohë, që kaloheshe një kohë mirë në atë zonë të qytetit. Dhe veç pjesës anës të bukurisë të qytetit, që është si kurore Gjelbër, ajo shërben edhe si nga ana funksionale për më tepër është mushkria e qytetit Korçës. Because Korça ndodhet në fush e rrethuar nga male dhe ndonjëherë varet nga drejtimet e erave dhe ajri jo gjithmonë ka mundësinë e ventilimit të fortë të natyror të ajrit, të ambientit. Kështu që prania e gjelbërimit rreth qytetit dhe brenda qytetit, që Korça ka fatin të ketë këto, është një avantazh shumë i mirë për të bërë filtrimin dhe pastrimin e ajrit natyror. Dhe kështu mbaj mend unë këto kodra të pyllëzuara. Pse si ardhi koha më vonë, unë nuk kam qenë ato kohë në Shqipëri, por gjërat ndodhin në jetë dhe tani është koha t'i kthehemi përsëri, t'i rikrijojmë ato zonat gjelbra. Ju në fakt dhe nga biseda që kemi bërë me Arditin është disa vit që jeni bashkuar kësaj nisme, pikërisht për ta ripyllëzuar këtë zonë, të cilën ashtu sikurse e sollet në kujtimet tuaja është një nga pjesët që jep frymëmarrje qytetit ton. Kur flasim për mbështetje, sigurisht në informacionet që kam ju keni dhënë dhe mbështetje financiare. Dhe për këtë ju falenderoj edhe si qytetare në emër edhe të gjithë bashkëqytetarëve të mi, sepse natyrisht pavarësisht largësisë ju i keni mbështetur këto nisma. I shihni Pandika këto lloj nismash që do t'japin një rezultat në të ardhmen?
si shihni perspektivën e tyre? Shumë. Dhe çdo nismë qytetare është pozitive për qytetin. Unë u lidha nëpërmjet mediave sociale, pavarësisht kam qenë gjithmonë e lidhur me Korçën nëpërmjet miqve të mi dhe familjes time që jetojnë aty dhe për ngjarjet që ndodhin. Dhe kur mora vesh për këtë iniciativë, në fillim ishte gjelbërimi i shëtitores, që përdoret shumë nga qytetarët korçar, u lidha, mora iniciativën të lidha me organizatorët dhe aty u njoha edhe Marditin, e njihja nga larg si person, si emër dhe ish prefekt në Korçë në një periudhë, por nuk kisha lidhje direkte, kisha lidhje me të tjerë persona si Klajdi Plaha. U lidha me Klajdin dhe më lidhe me organizatën për të bërë kontributin financiar. Fatkeqësisht gjendja ime, lartësia fizike nuk na lejon që të jemi aty dhe të ndihmojmë më shumë, kështu që aq sa mundemi. Por çdo qytetar me mundësitë e tij, jo vetëm financiare, me mundësi fizike, me ndihma, qoftë edhe gjërat më të thjeshta, të çoj një basket me sandwiches, me toast për të ushqyer njerëzit që punojnë aty duke punuar. Ndihmat janë gama e të dhënit të ndihmës është shumë e gjerë. Mund të jenë nga më të ndryshme. Perspektiva, po, dhe është ndihmë e madhe për qytetin dhe unë shikoj një të ardhmen, sidomos në Korçë, që është fryma e vullnetarizmit dhe kontributit të qytetarëve, është historike. Unë shikoj një të ardhme shumë të mirë për këto iniciativa dhe shumë pozitive për qytetin. Zonja Pandika, e ke ndarë këtë nismë të bashkëqytetarëve korçar edhe me korçar që mund të jetojnë në zonën aty në qytetin ku ti jeton? Po, unë këtu nuk kam korçar, por në qytetin ku jetoj, po nuk jam shumë larg Boston, ku ka më shumë komuniteti korçar është më i madh. Po e kam dërgoj mesazhet dhe iniciativat dhe rezultatet, postet që bëhen vazhdimisht në Facebook nga Arditi dhe grupi i tij. I ndaj me miqtë e tim këtu dhe dëshira ime është që në ndarjen time dikush mund të riqet të ndihmoj dhe ashtu ka ndodhur, por edhe kam dhe kënaqësi dhe ndihem dhe krenare që këto lëvizje ndodhin në qytetin tim me bashkëqytetarët e mi. Ndërkohë në Shtetet Bashkuara të Amerikës a jemi bashkuar nismave qytetare që ndoshta mund të ndërmerren edhe nga amerikan, një qytetar amerikan. Po. Në raste shumë të ndryshme këtu, sidomos në zonën time raste lokale, nisma qytetare sidomos në ndihmën për shkollat lokale ku fëmijët tani vajzat e mia janë të rritura, por kur fëmijët ishin në shkollë, merren vazhdimisht ndërmarrje nga qytetarët këtu për të ndihmuar kauza të ndryshme, qoftë në shkollat, qoftë për të pastruar, inovuar restaurimin e parqeve rreth qytetit. Çdo ndihmë që mund të bëhet, shumë herë edhe bashkia bën thirrje për organizatat qytetare për të marrë ndihmën e tyre, se arritja më ideale, mendoj unë, në këto raste është të arrihet një simbioz, një bashkëpunim dhe praktik me qeverinë lokale dhe një ndihmë e përbashkët nga të dy anët, nga dy drejtimet, është ideale për të arritur suksesin më të mundshëm në këtë raste. Zonja Pandika, unë të falenderoj shumë, më vjen mirë që njoha një korçare kaq aktiviste, megjithëse jeton
mijëra kilometra larg qytetit të saj. Të falenderoj shumë për mbështetjen që i ke dhënë iniciatorëve dhe që je gjithmonë kaq aktive. Faleminderit. Faleminderit dhe juve, faleminderit edhe për këtë platformë dhe kemi mundësinë ta përhapim iniciativën dhe dëshirat tona dhe programet tona në mënyrë më të gjerë për popullsinë. Ju uroj gjithë të mirat dhe suksese. Faleminderit. Kishim një lidhje të drejtë për drejtë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Pandika Pleqi. Qoftë rasti Pandikës, që ishte një personazh jashtëzakonisht interesant. Pandika jeton në Amerikë, ndoshta është më prezente në Korçë se shumë korçarë që jetojnë këtu. Është aktive, të themi, jo vetëm thjesht në pjesën e financimit, sa pjesë e bën edhe shumë të tjerë poshtë në darjen e mendimeve. Pandika është individ që është në gjendje të punojë në nivele shumë të larta mendim, të shpërndajë, të diskutojë, të krijojë vatra ku ndizet nga një flak e vogël për të bërë më pas një zjarr i madh për të diskutuar dhe për të parë shumë gjëra nga ato që ndoshta e përditshme nuk të le ti shohësh. Eugenia gjithashtu është dhe komplimente për mënyrën se keni organizuar këtë panel të tillë, se është shumë interesant. Është gjithashtu një individ i jashtëzakonshëm në kuptimin që është një italiane e cila jep kontributin e saj jo thjesht si mësim dhënëse, por edhe si njëri që shumë i apasionuar pas natyrës, si do të lejë gjumën e saj, dhe unë besoj që e ka filluar ta lejë gjithmonë e më thellë në qytet. Klevi nga tjetër është nga të paktën që shikon që është gjithkohës me familjen vetë, me të tre djemtë, të papërtuar të gjithë nxitës në çdo rast, zbatues në çdo rast tjetër. Kështu është bërë pak a shumë gjithë ky grupi, i cili filloi ndoshta i vogël me pak dhjetra vetë, tash i ndërmuajnë qindra ndoshta mira, se ne nuk i kemi numëruar ndonjë, nuk kemi ndonjë listë eksakte, me thënë të drejtën. Gjithmonë çdo vit shtohen. Dhe më që Korça ka prognozë jashtëzakonshme, me pak fjalë, për të qenë një qytet i mirë për të jetuar në Shqipëri të paktën. Dhe nuk është ende e parë me sy hapur, është bazuar në fakte, është bazuar në resurse, është bazuar në llogari ekonomike, është bazuar për llogaritë e tjera të çdo lloji resursi që kemi këtu, kulturor, natyror, çdo bujqësor, gjithçka industrial, gjithçka që përfshihet në gjithë këtë masën e madhe të asaj që bën ekonominë dhe të ardhmen e një vendi. Dhe mendojmë se nuk kemi pse detyrimisht presim për ato që ne mësuar në traditën tonë, për shtetin, për qeverinë, për qeverisjen lokale, për institucionet e çdo lloji që të marrin iniciativë, përsa kohë jemi në gjendje ta marrim vetë dhe jemi të zotë në shumë rasta bëjmë edhe më mirë se ta. Si lindi kjo ide dhe vitin e parë, ke gjetur mbështetje? Po, ja u thash, ne kemi gjetur njëri tjetrin. Nuk ka dalë dikush nga ne i pari dhe të kërkonte të tjerë. Ishte në një pjesë, pra, cila është zona që fokusove, pra, hapësira që mendove se duhet të rigjenerohej? Edhe pa qenë të grupuar ne individualisht ndoshta, ose si pjesë grupesh të tjera, familjesh, ne kemi bërë tonën gjithmonë. Si duket, energjit i bashkojnë njerëzit, bisedat lidhen nga një vend tek tjetër, ne u gjetëm, u rritëm, u zmadhuam, u bëm këta qindra ndoshta mira që jemi sot. Kjo pjesa e kodrave të qytetit, në mënyrën se si e kemi parë, ka një rëndësi të posaçme. Pandika, nëse dëgjuat, e përmendi pak pjesën e lidhjes të mikroklimës të Korçës. Unë për shkak të punëve që kam patur të aktivitetet që kam patur më para, jam marrë me këtë pjesë mos nga viti kryesisht 2008 deri 2012. E njoh shumë mirë peshën specifike që ka tek ambienti mjedisor, shëndeti ekosistemit, po edhe tek cilësia e ajrit, aspekti i përzgjedhjes sociale në atë zonë të kodrave të qytetit. Prerja atyre kodrave gjatë fillimit të viteve 90 ka shkaktuar Korçë dëm shumë të madh, që është dhe i matshëm për fat mirë në këtë rast. Arit, më fal, kjo zonë, për gjithë ata se ne i përkasim një brezi që
në ato ditët e caktuara, jo vetëm shkonim në shkollën, po edhe në ditën e 1 majit që ka qenë një ditë që na bënte bashkë me familjet. Me çfarë lloj pemësh ka qenë e mbjell ajo zonë? Ajo pemë ajo zonë është e pyllëzuar. Është e pyllëzuar diku nga vitet 60, 70 dhe më pas. Është pyllëzuar kryesisht me akacie dhe me i bim tjetër që ne e quajmë pema e parajsës, emri shkencor është Ailanthus altissima. Të dyja për kohën, po edhe sot konsiderohen si specie invazive. Si specie që duhet përjashtohen nga pyllëzimi, sepse invadojnë dhe prishin ekosistemin për specie tjera. Unë mendoj që sido qoftë ka pas një arsye të fortë pse është bërë në këtë mënyrë. Toka atje është e varfër. Është shtufore, janë masa të sjella dhe përmbajtja e tokës prodhuese që ka elemente kimik të duhur për të rritur bimësi të lartë dhe shumë e diskutueshme. Dhe mendoj që përqasja për të mbjellë këto specie që janë invazive, po që janë agresive në mënyrën si kapin terren, si shumohen, si shtrinë sistemin rinjor, ka qenë përqasje shkencore në atë kohë. Sepse invadimi, pyllëzimi, krijimi i vegetacionit lartë ka qenë më i rëndësishëm se sa ruajtja e një lloji ekosistemi të caktuar species, që pastaj kanë lidhje me biodiversitetin me shumë elemente të tjerë që janë shkencorë në këtë rast. Sot ne na duhet pyll dhe ne po mundohemi në maksimum që të ruajmë bimësinë autoktone, po duke padur një përqasje shkencore e cila funksionon. Ne na duhet funksionaliteti, kjo është baza. Po. Dhe kjo pjesë pas në cilat vite filloi, le të themi, deri diku shkatrimi, prerja, ka filluar që pas viteve 90 dhe ka kulmuar në 97-ën. Në 97-ën. Është kryesisht janë prerë apo janë djegur këto pemë? Janë prerë. Janë prerë. Ardit, sa mund të shkoj si sipërfaqe? E gjithë zona? E gjithë zona që aktualisht po ripyllëzohet, të themi? Po, është disa qindra hektarë, po një pjesë e mire sa janë është ndoshta e papyllëzueshme, sepse përket janë ishtë toka bujqësore, kryesisht asaj që në atë kohë quhej kooperativa e Borit Drenov, janë ndarë me 7501, që në atë zonë më besoj do kemi ndonjëherë shansin për të pyllëzuar, edhe për shkak të shumë elementeve të tjerë. Aktualisht ajo është shfrytëzueshme dhe e ndarë si tokë bujqësore. Po, ndoshta e pa përdorur, po e tillë si status juridik. Është ndarë me ligjin 7501, por nuk shfrytëzohet. E tillë si status juridik. Pjesa e sipërme e Kodrës po është e përshtatshme, edhe në atë periudhë për cilën ju i referojmë, me cilën filluat bisedën, kështu ka qenë. Pjesa e poshtme ka qenë tokë bujqësore, pak e kam në memorin time, po ndoshta e kam disa fotografi me të asaj periudhe, dhe pjesa e ka qenë e pyllëzuar e gjitha. Ky elementi që përmendi Klevi është shumë i rëndësishëm, të do të thonë në fillim të bisedës. Pyllëzimi sa kohë nuk lidhet thjesht me estetikën urbane, me mënyrën se ta përdorim ne si njerëz. Është lidhet me fenomene natyrore, erozioni në Kodër shumë i thellë. Ajo është kodër aluvionale e cila është krijuar nga rëshqitjet e masive verore të shpatit të veri perindimor të Moravës. Ka qenë konsoliduar për shkak të bimësisë, të sistemeve rinjore, çdo element që e konsolidon. Mungesa e saj e ka çuar drejt procesit të shkretërizimit, humbjes të mbulesës të prodhuese, të tokës dhe drejt efektit që shkajtojnë urat. Çarit e Kodrës e tjerë. Ne duhet marrim masa patjetër për ta sjell në atë që na habitat natyror. Më shumë se sa një nismë është një emergjencë. Të themi që është nismë qytetare. Duhet ta shohim dhe në është aktivizim publik, është mision mjedisor, ka një mori elemente që bëhen bashkë atje. E kuptoj. Eugenia, prej sa kohësh ti jeton në qytetin e Korçës? Unë jetoj këtu nga 3 vjeç. Dhe gjysmë. Dhe çfarë të pëlqen më shumë nga Korça? Natyra. Natyra. Prandaj ndoshta kjo është arsye që je bashkuar. Po. Sa nisme. Po. Konkretisht, cili është kontributi jot si individ, po unë besoj se ke nxitur edhe të vegjëlit, edhe nxënësit e shkollës ku jep mësim. Mund në italisht, faleminderit. La domanda è la natura, che contributo do io... Cosa hai fatto contribuire, perché sei coinvolta in questa iniziativa? Allora, l'amore per la natura è qualcosa di innato in tutti noi.
Dashuria për natyrën është e lindur të gjithë. Ci vuole una dose di violenza per spegnerlo. Duhet vetëm me dhunë mu ta shohësh, Quindi io l'ho sempre portato con me. Quindi dall'Italia all'Albania è un continuo di attività legate alla protezione del territorio che ho promosso personalmente e con gruppi di amici anche in Sicilia, che è la mia terra. E una continuità esistenziale mi ha portato a coltivare la mia passione anche a Korça. Është vazhdimësi ekzistenciale që nga sill nga Sicilia, që është toka ime, për ta sill të njëjtën gjë në Korçë për ta mbartur këtu. Devo dire che fin dall'inizio, fin dal mio arrivo, l'integrazione nella città di Korça è avvenuta attraverso le associazioni naturaliste. Dhe që në fillim, shoqatët mjedisore, natyrore kanë qenë baza ime e lidhjes me Korçën. E negli ultimi anni si è perfezionata con la possibilità di partecipare a questa iniziativa bellissima di rimboschimento sia con gli alunni che autonomamente con i mezzi che ho a disposizione. Në vitet e fundit ka qenë këto iniciativa që më kanë përfshirë më shumë me gjithë këtë proces. I ragazzi, Ardit, ma anche Ardit Balico con la sua associazione Korça Hiking mi hanno ringraziato come se fosse una cosa straordinaria che una straniera partecipi a queste iniziative. Ma per me è la cosa più naturale, perché vivere in questo posto è vivere immersi nella natura. Ieri, ma anche oggi, ogni volta che posso, faccio una semplice passeggiata sulla Morava e da quando ci sono le nuove piante mi domando se vivrò in Albania abbastanza a lungo per vederle crescere. Aktivizimi që kam pasur së fundmi me të gjitha këto, përmend disa prej nesh që janë aktiv në këtë fushë, më ka bërë domethënë që të vazhdoj domethënë këtë aktivitet, ta lidh një pjesë mirë me ripyllëzimin. Dhe të mendoj që ndoshta nëse jetoj gjatë tu do të shoh të rritur ato pemë që po mbjellin sot. Quindi è un amore per il territorio ma anche una immensa passione per la vita e vi ringrazio. Domosht një dashuri për tokën, për vendin, por edhe për jetën njëkohësisht. Pasion për jetën. Dhe ju falenderoj. Dhe ne të falenderojmë në fakt, falenderojmë. Klevis, ke dhënë kontribut financiar, kontribut për të punuar tokën, më thuaj kontributin konkret që ke dhënë, se Arditi më ka informuar që aktivizon dhe pjesëtarët e tjerë të familjes. Po, unë këtë doja të thoja, sepse të paktën në atë fiksionimin tim dhe atë imazhin tim nuk është shumë i rëndësishëm as kontributi financiar dhe as gjë tjetër përveç faktit dhe asaj që unë kam 3 djemë në familjen time. Ti kesh me jetë. Faleminderit. Dhe mundohem që edukatën në tyre t'u jap të tillë që ta duan natyrën, të bëjmë për ta, dhe të mos e keq përdorin atë. Unë mundohem që më shumë, domethënë ti angazhoj ata, dhe jo vetëm ata, duke dhënë nismën time, duke e treguar edhe te fëmijët të tjerë. Është një brez sot që duken në dukje janë të zhurmshëm, fëmijët e kam fjalën, te ka njoz, por kur flet për pjesën e natyrës, ata janë kaq shumë bashkëpunues sa edhe ti vetë ngelesh pa fjalë. Domethënë kur gjen kaq bashkëpunim me këtë moshë kaq të re, të cilët ne kemi vendosur që t'i rritim këtu. Dhe nëse ne nuk i drejtojmë në kanalin e duhur, që ka të bëjë shumë me natyrën, ku tjetër mund të ndjehen më vetvetja. Thjesht bimët janë si fëmijët. Nëse ne do e mbjellim sot, do japim kontributin ton, anën financiare, okay, dakord, të gjithë, sipas mundësisë. Askujt nuk është kërkuar një shumë e caktuar, apo dhe hiç fare, është më mirë akoma, thjesht të bëhesh pjesë duke e mbjell vetë, duke u kujdesur për atë pemë. Pema nuk ka thjesht vetëm pjesën që ne e mbollëm, siç ndodh, rëndom mbase. E mbollëm dhe kaq. Jo, ajo do për kujdesin në vite. Aq më tepër tani që është fidan i vogël, i ri, si vetë fëmia. Tani ne duhet ta ushqejmë atë. Me ajër dhe diell ka natyra. Uji, si dhe vjet, na mungoi. Në bazë të rreshjeve, sepse ishin shumë të pakta. Dhe ne u munduam që ato bimë që ne mbollëm vjet, si të thuash,
t'i shpëtonim. Dhe t'i krijonim kushtet sa më të mira që ato të mbjetojnë, si dhe gjithë të tjerat. Pra në qoftë se ne nuk kujdesemi, domethënë hap pas hapi, nga mbjellja deri në atë pjesë që bima të jetë të marrë vetë situatën në dorë. Sepse deri në një moment të caktuar bima nuk e ka situatën në dorë. Një fidan i ri. Kërkon patjetër nevojë. Për kujdesje të vazhdueshme dhe jo thjesht e mbollën dhe kaq. Unë bëj pjesë në grupet e prindërve, të klasave të fëmijëve të mi. Në këshillat e prindërve dhe edhe në klasat ku fëmijët e mi studiojnë, ku kam kërkuar fëmijëve që të bëhen pjesë të kësaj nisme, edhe atje kam parë një vullnetarizëm nga ana atyre që nuk e prisja sinqerisht. Por dhe ju kam në disa këshilla të tilla që në momentin që ngjiten në kodrat e qytetit ku ne sot po pullzojmë, të mos i shohin ato pemë thjesht vetëm si diçka të bukur, por dhe të kujdesen për to. Ju dash një shembull të vogël, kur të ngjiteni të patën nga një bidon për ujë, që pemës që ju keni mbjell, sepse ne pretendojmë që disa nga pemëve, ato që fëmijët do dëshirojnë, të vendoset një barkod, i cili të jetë shumë i identifikueshëm nga vetë familja që e ka mbjellat dhe që kanë kontribuar për të. Dhe duke pasur këtë lloj nisme që ne kemi menduar që ta realizojmë deri në fund, fëmijët mendoj se do jenë më të përgjegjshëm, si për të kujdesur për pemën, për ta ujitur, për gjithçka, për ta mbrojtur nga nuk po dua, po ndihen shumë të përgjegjshëm, ndihen vërtet shumë të përgjegjshëm. Po, Ardit, dhe unë fakt me e zauroj Klevis, po doja të pyesja çfarë ndodh, pra qytetarët kërkohet kontributi i qytetarëve për ta blerë një fidan, apo ju, nëse nuk kanë mundësi, mund të t'ua jepni dhe mjafton që ata të vinë t'ju bashkohen për t'i mbjell ato? Ne kërkojmë pjesëmarrje dhe rritje të ndërgjegjësimit. Në çfarë mënyra vjen, kjo nuk ka ndonjë rëndësi të madhe. Njerëzit mund të blenë fidan të tyre, mund të vinë thjesht të punojnë, mund të marrin pjesë atje. E rëndësishme është pjesëmarrja, e rëndësishme është kjo ndihmëri që ne duhet patjetër ta krijojmë gradualisht. E kemi humbur, e kemi pasur, kemi humbur, dhe duhet ta rikrijojmë sepse është realisht e rëndësishme. Do të thash, nuk lidhet thjesht me estetikën urbane, nuk lidhet thjesht me të pasur në një pemë, qoftë edhe me emrin tënd që është gjë shumë e bukur, është gjë shumë më e madhe se kaq. Sa kohë kërkon rigjenerimi i kodrës? Kjo varet nga koha që i kushton, nga energjit, nga financat, nga zgjidhjet çështje ligjore, sa ti pjesë e madhe sot është dhe pronësi private. Po gjithçka është e bëshme. Në këto 4 vite sa ka shkuar numri i fidanëve që janë mbjell aty? Mira. Ne vetëm vitin e kaluar pemë të rritura, fidanë të rritur që janë 5 vjeçare dhe lart, kemi mbjell diku tek 800, vetëm për gjatë rrugës, po nuk po e llogaris fare pjesën tjetër që është mbjellë fidan të 1 vjeçar, 2 vjeçar, domethënë për uzim masiv. Këtë vit që në momentin që kemi filluar si provë gjenerale, kishim javën e kaluar, shkojmë tek 300 shpejt me një organizim të thjesht për ta provuar, dhe besoj që deri në fund të kësaj jave ku jemi, ku do ta mbyllim, do të kemi prapë mira. Ndërkohë keni pasur mbështetjen e pushtetit lokal në këtë nismë? Kemi padur komunikim deri tani. Unë di që bashkia dje ka bërë një aksion të saj për të pyllëzuar një zonë të caktuar. Patjetër që ne projektet e pyllëzimit çdo vit i miratojmë në bashki, sepse në fundit bashkia është administratore e territorit dhe na duhet pjesë të njëjtin. Për pyllëzim nuk kemi padur një bashkëpunim, kemi padur një bashkëpunim shumë mirë për procesin e ndriçimit të rrugës. E kemi përfunduar vjet në dhjetor. Ndërmarrja e shërbimeve publike të bashkisë na është bashkëpunia ka ofruar ndihmën e saj logjistike me vinçat, montimin, personel. Gjithashtu ju jemi shumë falënderues për atë rast. Pandika në qose vutre e përmendi pak këtë pjesë. Do të qente shumë që bashkia të aktivizohej dhe të ishte edhe më e madhe. Besoj që me kalimin e kohës, pa nga pak, ne do t'i treqim në këtë kurth që po krijojmë me në kuptimin pozitiv të fjalës, për të bërë edhe më aktiv. Tani, në këto 4 vite, besoj ju i monitoroni të gjithë fidanët që janë mbjell në kohë. Po.
ka pasur dëmtime të tyre? Jo në masën që e prisnim. Ne kemi pritur që Kur thua jo në masën, do të thotë që janë dëmtuar një pjesë. Po, një pjesë ka padur dëmtime, po ne për shkak të prezencës të baktive atje, kryesisht të dhis, prisim që identitet ishte më të larta. Siç duket edhe vetë ata njerëzit që merren me atë barinj që merren me atë pjesë aty kanë patur një nga pak ndërgjegjësim për të pjesë janë treguar më të kujdesshëm. Për të mos lejuar dëmtim. Por sido që të jetë thjesht prezenca e baktive atje është shqetësuese. Në fund ai është një park natyror i qytetit, është në funksion të qytetit, ashtu ka qenë tradicionalisht historikisht, ashtu do vazhdoj të jetë, bile u mendoj që do të jetë edhe më i frekuentuar se gjithmonë dhe përzierja e kullotës baktive me njerëzit që dalin për shëtitje me fëmijët, prezenca sidomos qenve që shoqëron bakti që shumë shqetësuese. Nuk shkon, është diçka që nuk shkon. Në këtë rast, një kontribut që do prisja unë të lartë nga bashkia ishte pikërisht me të marrësa për të pjesë. Në këtë situatë duhet të ketë një ndërhyrje. Në planifikimin urban të qytetit, master planin e miratuar nga bashkia, është zonë e gjelbër e qytetit. Duhet vazhdoj të jetë e tillë dhe të mbështetet për të qenë e tillë. Po. Ndërkohë, duhet pyes Eugenian, je bashkuar iniciativave të tilla edhe në Siçili? Po. Kryesisht çfarë lloj iniciativash kanë bëjnë vetëm me mjedisin apo dhe iniciativa të tjera? Një moment, me i për të redurra. Da fare solamente con... Jo, me beturine. Shumë me beturine, ka punuar... Pastrimin e teritorit nga beturina. Po, e organizimi qytetare, për pastrimin e grupa për fshati tuaj. Çfarë ke vënë re ndër vite? Në Itali është rritur ndërgjegjësimi i qytetarëve, flas për të rinjt kryesisht. Se ne probleme më të madhe kemi të angazhojmë të rinj tani. Penso che le nuove generazioni siano molto più coinvolte nella cura del bene comune rispetto alla mia generazione. Mendoj që brezat e rinj janë shumë të përfshirë në kontributin për mirë përbashkët se brezim. La mia generazione dava la natura per scontata. Era bella. Brezimi kishte natyrën kapital të mirëqend, marrë të mirëqend atje, ishte e bukur dhe kaq. Oggi i ragazzi ne capiscono e ne apprezzano l'importanza assieme alla straordinaria fragilità e la sentono molto vicina alla sofferenza del nostro pianeta. Sot brezat e rinj kanë tjetër lloj këndvështrimi për natyrën. Janë më të përfshirë, kuptojnë si vlerën e saj, ashtu dhe brishësinë e saj, më të përfshirë në mirëqendjen e planetit. E per questo si sbracciano, sì, basta coinvolgerli, renderli protagonisti e lo fanno con amore. Sì. Dhe për këtë arsye për çfarë do nisma mjafton të përfshish dhe gjejnë dhe i ke atje. E ke bërë këtë gjë me nxënësit ku jep aktualisht mësim? Prego. L'hai fatto questa con i insegnanti? Sì, l'abbiamo fatto 2 anni fa. Sì. Shumë mirë. Para 2 vitesh. Shumë mirë. Klevis, konkretisht çfarë lloj pemësh keni mbjell me fëmijët, me çunat? Jo, çunat e mi kanë marrë pjesë në këtë organizim tonin dhe jo vetëm çunat e mi, por një masë shumë e gjerë fëmijësh, të cilët kur shehat a kënaqësinë e tyre që japin për punën e caktuar, për të mbjellë pemën, është e papar. Nëse ju doni që të dini se çfarë lloj bimësh. Çfarë lloj bimësh? Në 2 ditët e kaluara ne mbollëm manin e egër, mbollëm kajsin e egër, unapin, që është një pemë shumë dekorative dhe një aromësjellëse në pjesën e lulëzimit, vërtet mbreslënse. Mendoj që do ja ndijmë shpejt aromën kësaj bime, apo dhe gjithë bimëve të tjera në kumllën e egër, akasin patjetër, sepse edhe Arditi e citoi pak më lart, ajo zonë vërtet ka qenë e pyllëzuar në një masivitet i saj, ka qenë akasia, më kupton pjesë e saj. Fidan të cilët jo shumë të mëdhenj, sepse vetë periudha në të cilën ne po operojmë, nuk
të lejon që të vendosësh fidan, sepse ka riskun e lartë. Nëse do vendosim një fidan të një moshe relativisht të madhe, për të pretenduar që kjo kurore gjelbër të jetë më e dukshme sa më herët, do kemi rrezikun që ato pemë të mos arrin të, si të thuat, të përshtaten me vendin dhe të krijojnë rrënjëzimin e tyre, duke i hequr nga një vend dhe duke i vendosur në një habitat krejt të ndryshëm nga ajo që ato janë rritur në një fermë në një fidanishte ku ato janë prodhuar. Atëherë ne duke bashkëpunuar me vetë, domethënë me persona përgjegjës, kuptohet të pyllëzimit, na kanë dhënë këto indicie të tilla që dhe këto këshilla që fidanët jenë jo shumë të mëdhenj, por dhe jo të vegjël. Sepse fidanët shumë të vegjël krijojnë pengesë ose edhe të thuash edhe në ecjen e syrit të lirë, sepse ato janë shtigje kalimi. Janë shtigje kalimi për njerëzit të cilët bëjnë ecjen e tyre të përditshme. Edhe nëse do jetë një fidan i vogël, më shumë do jetë pengesë, aq më tepër për pjesën që derisa të sistemohet kjo bashkëtesa e kafshëve, më kupton me atë, nuk duhet shumë fidan të vegjël, pavarësisht se barint me atë në çka ne ju kemi kërkuar, sinqerisht. Ne ju kemi kërkuar, domethënë të jenë shumë bashkëpunues për këtë pjesë dhe kemi parë që ata vërtet ka pas një reflektim. Sinqerisht. Ka pas një reflektim. Ndërkohë besoj jeni konsultuar edhe me ekspert të bujqësisë për sa i përket zgjedhjes së fidanëve dhe përshtatjes me tokën, pra do arrit toka ti ushqej. Patjetër. Se mund të ketë edhe lloj fidanësh që ndoshta nuk janë të përshtatshme për atë lloj toke. Patjetër. Prandaj kryesisht ne në këto zona kaq të varfra, siç e citoi dhe Arditi, jemi munduar të mbjellim fidanë të cilët ose në gjuhën zhargon të përditshme quhen bime egërsira, më kupton? Siç ne po citojmë kumbullën e egër, më kupton? Këto janë bimë të cilat nuk është se duan shumë toka të pasura për tu vaditja për natyra do të jetë vetë ndihmë. Sigurisht. Dielli atje nuk i mungon, erërat nuk i mungojnë. E kuptoj. Ardit, dhe sa do të vazhdoj kjo? Pra ju e keni filluar tash në procesin, sa zgjat kryesisht? Ne do vazhdojmë gjatë kësaj jave dhe mbyllim në fund të javës. Besoj djela ka përqen dita e fundit. Dhe pastaj vazhdimisht ju shkoni kontrole, pra vetë qytetarët janë të lirë të kujdesen, të shkojnë vaditin si shtak lëvisi në ditën nxehta ku mungojnë shirat, duhet jenë vetë qytetarët pastaj. Si komunikoni me ta, ju bëni thirrjen përmjet rrjeteve sociale, çfarë ndodh? Grupi i madh komunikon brenda njëri tjetrit dhe është i vetë mjaftueshëm për ta përballuar një situatë. Edhe kur një pjesë nuk janë për shkak të angazhime punë të përditshme etj, gjendet gjithmonë një pjesë. Për te kësaj qytetarët, edhe ata që nuk janë pjesë aktive e grupit përfshirë në këto, janë shumë aktiv në kuptimin të treguarit kujdes për bimët. Ne vjetë ka qenë periudhë shumë e vështirë, thatësirë e lartë, temperatura shumë të larta. Na ndoshta ofisisht 100 ton ujë, 100 mililitra ujë për të përdorur gjatë gjithë vitit. Kemi gjetur ndihmë pothuajse kudo që kemi kërkuar, ndërkohë që vazhdimisht dhe ishim me qytetarë të cilët me enë të vogla, bidona plastik, bënin detyrën e tyre, të tjerë pleronin, vjen gradualisht, është një infekcion shumë i mirë ky që prapet, është një lloj pandemie nga ato që na duhen. Unë ju uroj shumë suksese dhe sigurisht ju uroj për këto iniciativa që kanë zgjuar tek ne qytetarët, ndërgjegjësimin jo vetëm për ta ripyllëzuar atë pjesë, për ta rikthyer ashtu sikurse ishte, të shpresojmë që do të rikthehet, po mbi të gjitha për të kuptuar se sa e rëndësishëm është mjedisi për jetën tona. Faleminderit Ardit. Faleminderit ju, është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit Eugenia. Edhe për kontributin që jep për qytetin tonë. Faleminderit juve. Klevis, faleminderit shumë, po mbi të gjitha për rolin si prind që luan tek fëmijët e tu. Faleminderit, dhe unë doja të citoja në base një mesazh për të gjithë qytetarët. Mund të duket shumë filozofik, por është shumë aktual. Cikli jetës i tillë që në jetë njerëzit veç asaj në më të përditshme së të tyre, mendoj që si detyrim të tyre kanë të riprodhojnë veten e tyre, duke krijuar familje dhe duke lindur fëmijë, duke ndërtuar një stres për familjen e tyre dhe duke mbjellë një pemë.
sepse është vazhdimësia e jetës. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirë, ne do ndajemi edhe për sot, kemi folur mjaftueshëm për nisma qytetare, po sigurisht jemi përpjekur t'japim modelet të qytetarisë në këtë studio sonte në pak nga të gjitha. Ju falenderoj që qëndruat me ne, do të rishjemi sigurisht e njëjtën e ardhshme.